Sy të pikluar, fytyra të zymta, qytetar në ankthin e pritjes. Këto ishin pamjet e oborit të spitalit të Koçanit, i cili gjatë gjithë ditës ishte i mbushur përplot me qytetar që prisnin lajme për të afërmit e tyre. Te shumica e tyre kishte vetëm heshtje dhe pak shpresë në sy se të afërmit e tyre nuk do të ndodhen në listën e viktimave. E në mungesë të informacioneve dhe në ankthin e pritjes, kishte edhe prej tyre që nuk u përmbaheshin emocioneve, të cilat shpërthyen në mlef e tensione. Maria Seva e mbijetuar tregon tmerrin që kam parë me sy derisa janë munduar që të dalin jashtë diskotekës. Fatmirësisht, ajo ka kaluar me lëndimet e lehta, megjithatë nuk e ka pasur fatin e njëjtë edhe motra e saj, e cila ka qenë po ashtu në diskotekë dhe nuk i ka mbijetuar zjarrit. I lëshojnë të gjithë, nuk kërkojnë letër njoftime, vetëm nëse ka kontrolle policore. Kur shpërtheu zjarri, filloi nga lart dhe pastaj poshtë. Ne filluam të gjithë që të dalim sepse ishim afër derës. Të gjithë shifnin para, askush nuk shikonte pas të shoh se çfarë po ndodh. Kishte vetëm një derë. Disa donin të dilin nga banjo, por nuk kanë mundur. Nuk kanë pasur hapësirë dhe aty janë ngulfatur. Edhe motra ime aty është ngulfatur. Un kam humbur nënën, tani edhe motrën. Të mbijetuarit nuk mbajnë mend momentet se si kanë arritur të shpëtojnë. E gjitha ka ndodhur rreth orës 3, ka ndodhur në shpejtësi, nuk mbaj mend se si kam dalur dhe si kam arritur në spital. Jam djegur në kokë dhe në duar. Tragedia në Koçan ndodhi në orët e hershme të ditës së sotme, më konkretisht rreth orës 3 të mëngjesit. Zjarri është shkaktuar nga një fishek zjarr i cili dogji tavanin e objektit. Numri i viktimave momentalisht është 59, ndërsa 20 mbeten në gjendje kritike.